Rej Manaj foli pas ndeshjes që Shqipëria barazoi 1-1 përballë Letonisë. Manaj mbajti edhe shirtin e kapitenit ndërsa deklaroi pas ndeshjes: "Normalisht isha i kënaqur kur bëm golin, pastaj si mori ndeshja besoj në pjesën e parë nuk ishim shumë të përqendruar. Menduam se do fitonim ndeshjen lehtë. Ndodhin këto situata. Tani duhet të ulim kokën dhe të punojmë për objektivat deri në nëntor. Goli? E preka unë në fund me gjoks, por nuk ka problem. Rëndësi ka të fitoj Shqipëria." Manaj u nervozua paksa me gazetaren Ilda Bejleri, e cila e pyeti pse e ka Shqipëria kaq të vështirë për të shënuar gol. "Ja," si u përgjigj ai, "po luajmë për Kupën e Botës, jo në Calceto me shokët. Normal që e vështirë është të shënosh gol. Këto janë gjëra të futbollit. Besoj mund të jetë periudhë ngarkese në fund të sezonit sepse kemi luajtur shumë ndeshje. Presioni me Serbin pastaj bëri të veten. Do stërvitemi që të bëjmë gol në ndeshjet e tjera, kemi gjetur pak portën sidomos këto 2 ndeshje. Letonia rri me 5 mbrojtësa dhe 4 mesfushor. E vështirë të marrësh topin dhe të gjesh portën. Pak e vështirë të gjesh portën në çdo rast, por do provojmë të përmirësohemi se trajneri e di shumë mirë situatën, u shpreh Manaj për Klan.